Instituti Amerikan Cato, I cili është një institut I mirënjohur edhe që ndër të tjera publikon edhe atë që quhet indeksi I indekseve lidhur me lirinë njerëzore dhe lirinë ekonomike, dhe më vjen shumë mirë që të ndaj me ju që Shqipëria ka I pozicion shumë inkurajues. Është renditur e 39-ta në klasifikimin e përgjithshëm dhe vetëm e 9-ta në gjithë pjesën e Europës lindore, sepse kështu e kanë të ndarë raportin, ku përsa I përket lirisë ekonomike renditet përpara vendeve si Polonia, apo Bullgaria, apo Kroacia, apo Hungaria, apo Greqia e kështu me radhë, dhe po ashtu dhe për lirinë njerëzore, ndërkohë që për lirinë ekonomike është në pozicion më të mirë se 2 apo 3 vende përpara saj. Është një pasqyrë pozitive, natyrisht raporte ka shumë, indekse ka shumë, po duke qenë se raportet pozitive dhe indekset pozitive nuk bëjnë lajm, shfrytëzova rastin për ta ndarë këtë me ju si një lajm të mirë, nga shumë lajme të mira për Shqipërinë, të cilat, si që thash, nuk bëjnë lajm. Po përpiqem të prek pak disa fusha kryesore, duke filluar nga ekonomia. Jemi në një vit ende që në aspektin e ekonomisë është nga më të mirët, me të dhëna shumë pozitive dhe shumë inkurajuese, dhe parashikohet që